Legjenda e kombëtares Altin Lala së fundmi ka qenë i ftuar në podcastin Versus në Telesport, ndër temat e trajtuara përkoi dhe me sulmuesin shqiptar të Kosovës Edon Zhegrova. Ky i fundit është pjesë e Juventusit në Serie A, por mbylli një sezon për t'u harruar me zonjën e vjetër. Kritikat e Lalës për Zhegrovën ishin në mas, madje duke përmendur dhe i qasjen e lojtarit dhe deri te sjellja jashtë fushës blerk. Zhegrova duhet të fokusohet te futbolli dhe jo tek gjërat jashtë futbollit. Jo më kot trajneri e ka lënë jashtë. Për mua trajneri nuk i ka hyrë në hap Zhegrovës. Mendimi im, ai mund të bëjë shumë herë më mirë nga ana profesionale. Ky është fokusi i lojtarëve sot, makinat, Rolexat, flokët. Kur ju ulin brekët në gjujmë sikur më hajnë bukën. Luaj futboll, mbaj ato të mbathura ose dil pa mbathje fare, ose luaj me brek në ato spitot që kanë qenë më parë, ishin fjalët e Lalës. Kristian Aslani nuk dëshiron të vazhdojë me Interin dhe po ashtu Zikaltri duan të shesin kartonin e tij. Fakti është se më 13 korrik, kur Interi të rikthehet në fushën e blerë për përgatitje të sezonit të ri, Aslani do të jetë me pjesën tjetër të skuadrës. Ky është rikthimi më i hidhur në urdhrat e trajnerit Kivu pasi bëhet e ditur se pritet largimi i radhës. Dia Aslani u nashtrua vizitave të zakonshme mjekësore në prag të sezonit të ri. Aslani nuk ka pasur minutat e kampionët të Italisë dhe momenti i vetëm ku filloi të fitojë sërish besim ishte me Beşiktaşin në Turqi. Pavarësisht është në të njëjtën situatë si me fushori shqiptar, të dy mbeten në pritje për të mësuar destinacionin e ri. Emri Kristian Shpendit vazhdon të qarkullojë gjithnjë më shumë në merkaton e futbollistëve pasi sulmuesi ka bërë parashitje pinse me fanellën e Cezenas në edicionet e fundit. Lojtari kombëtar shqiptare po shihet me interes nga klube të ndryshme, por për momentin të Cezena shpresojnë që ai të vazhdojë të mbetet pjesë e përvezimeve. Dhe drejtori sportiv Andrea Mancini në ditën e prezantimit të trajnerit të ri, Alessandro Diamanti, ka theksuar se shpreson që Shpendi të mbetet pjesë e ekipit, pasi është një futbollist shumë cilësor dhe është i vështirë për të zëvendësuar. Nga pikpamja teknike nuk ka dyshim, është një lojtar shumë i fortë për këtë kategori dhe jemi me fakt që sot ekimi të Cezena urojmë që të qëndrojë pasi sulmues të tillë nuk është e lehtë që të gjenden ta ai. Sigurisht kjo nuk përjashton mundësinë e largimit të Shpendit pasi para një oferte të rëndësishme ekonomike, klubi nuk do të kishte probleme të shiste sulmuesin për të siguruar të ardhura. Ylber Ramazani është zyrtarisht futbollistit Çorum. Klubi turk konfirmoi transferimin e mesfushorit të kombëtares shqiptare përmes një njoftimi në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se me 30 vjeçarin është firmosur një kontratë 2 vjeçare me opsion në rinovimi edhe për një sezon tjetër. Lecce përfiton 1 milion euro nga shitja e Ramadanit, i cili mbyll kështu aventurën 3 vjeçare në Serie A dhe nis një kapitull të ri në elitën e futbollit turk. Ndërkohë ish futbollisti Lecces Dario Levanto e cilësoi largimin e Ramadanit si një lëvizje normale, duke marrë parasysh situatën kontraktuale të mesfushorit. Shitja e Ramadanit nuk duhet të habis. Futbolli modern udhëheqet nga dinamika të tregut që nuk mund të kontrollohen plotësisht. Ai është 30 vjeç dhe kishte vetëm një vit kontratë me Lecce, mori një ofertë shumë të rëndësishme nga Çorum, si në aspektin financiar, ashtu edhe për kozgjatjen e kontratës. Klubi mund të brazonte ato ofertë, por e dim se kjo nuk është politika e Lecces. Më duket një lëvizje plotësisht logjike. Kur shet një futbollist fillimisht vlerëson të gjithë skenarët që krijohen, jam i bindur se klubi ka bërë të gjitha analizat e nevojshme edhe në bashkëpunim me trajnerin Di Francesco. Nëse lojtarët që janë në organik nuk konsiderohen gati, atëherë drejtori sportiv Trinkiera do të ndërhyjë në merkato, deklaroi ai. Dian Rama i kërkon largimin nga Borussia Dortmund. Bile raporton se portieri shqiptar dëshiron të jetë portieri i parë, një mundësi që nuk mund ta ketë Dortmundi. Dhe klubi po ashtu është i hapur për largimin e portierit të lindur në Stuttgart. Për herë të fundit mbrojti si titular portën e Heidenheimit që ra nga kategoria. Ramaj nuk do të largohet pa një shifër disa milion euro nga Dortmundi. Klubi gjerman paguante 5 milion euro në shkurtin e vitit 2025, duke menduar se do të ishte pasuesi Kobelit një ditë. Kontrata e përfundon pas 3 viteve. Mundësia Ramajt që të luajë me Shqipërinë apo Kosovën ekziston akoma. Fakti është se 24 vjeçari deri tani ka qëndruar në pritje të ftesës së Gjermanisë.